Përshëndetje shikues të nderuar të Telegrafit. Jemi në podcastin e radhës Arena Yje, prodhimi i Telegrafit për televizionin Dukazhini që transmetohet, kuptohet. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Lavdem, kemi një mysafir të veçantë. S'kena pas më herë. Ja, s'kena pas. Me ne është Gens Nuza. Mirë se vjen Gens. Mirë se u gjeta, kënaqësia është e imja dhe për mu është i raport që gjindem në një podcast. Neve gjyqtarëve nuk na vjen shpesh me done për intervista, po sinqerisht kënaqësi. Edhe për neve është kënaqësi, pasi që kemi një gjyqtar të FIFA-s edhe më i miri në këto vjet futbollin e Kosovës. Sigurisht. Lavdem, para se me startu me pyetjet, me fol për lojën e bukur të futbollit, mos të harrojmë falënderua dhe mbështetësit e këtij podcasti që janë një ndër markat më të mëdha të makinave nga Korea, KGM Sangyong, Mucha Solar, Pro Transporti, Lashko dhe Denfix. Gens për më anis muhabetit, kur ka qenë lidhja jote parë me futbollin. Ndoshta shumë njerëz nuk e dim, po ti mas pari ja ke nisë si futbollist. Kretë njohin Gensin si gjystar. Po futbollist po si më futbollist i mirë. Do të thonë kjo ama dëshira për futboll ukon. Që gjystar më i miri. Vetë fakti që s'kam vazhduar me futbollin, jo. Po bëja i gore se normalisht si çdo fëmijë, edhe unë pa ta fillu me futbollin, qysh do të thonë para luftës në vitin 98, e moj mend kur kam fillu stërvitjet e para. U regjistrova, më dërgoj baba, u regjistrova klubin futbollistik Dukoriko në shkollën e futbollit, edhe moj mend stërvitjet i bëj shumë në shkollën fillore Iliria, në sallën se ku njëra për sallave më të mira në atë kohë. Edhe pastaj me trenerin Luan Tufe, moj mend që ka qenë edhe fillova aty si fëmijë, do më thonë si 9 vjeçar, si 8 vjeçar. Ma ne u bu lufta dhe ato periudat e luftës u dash me ndërprese, do më thonë, nuk mujshme bu stërvitje, edhe kujtoj bilem njerë në baba më tha, nuk mujna me shku në stërvitje, se kishëm stërvitje zakonisht unë e dile, e kur fillu mu ketsu situata, kurse arreju qova një mëngjezër i thash me më qu në stërvitje, thash, mujna me bu stërvitje se ma pështjel ke që situata. E ma ne si fëmijë fillova me kuptu pse edhe s'për stërvisim. Ma ne kur u këthi mas luftës, do më thonë 99-ën qashur, e kujtoj që s'kom fillu me njerë, po pas një ku e kom fillu prapë, shkollën e futbollit Dukoriko, edhe kom vazhdu deri vitin 2006, ku edhe kom përfëdu deri në grupë moshat junior, po në ekipet në parë s'tem dollë kur, se pa ta ndërprej, po çka është me rëndësi është që jam eduku si sportist në këto shkolla, po nuk u kum vetëm shkolla e futbollit Dukoriko, kam pas një periudhë në shkollën e futbollit Flamurtari, po ashtu edhe në Prishtinë një periudhë shkurt, por që e kam marrë atë frymën e sportit, kulturën, se si duhet mu eduku një fëmijë në sport. Po kjo ka qenë e gjitha, edhe çfarë duhet me potencuar që në atë vitin kur kam qenë junior në Dukorrik, gjenerata ka qenë superiore. Jeni bo një gjenerate artë që atë vëdu me dalë. Është një futbollisti më i mirë në Kosovë, disa vjet mentor Zhrella, ki pas pasflitar, plus portier, një gardian që kalon gjurmë. Si ko 2 javë me tritin u takun prapë në stërvitje në stadionin e Dukorikut, aty ku edhe stërvitje zakonisht, edhe e kujtum në atë moment, apo kupton. Ka pas lojtar super lojtar, ka qenë Valon Krasniqi për shembull një lojtar që tash jeton në Gjermani, ka qenë edhe pjesë e Prishtinës së ta vllau Festim Krasniqi. Ka qenë super lojtar, edhe e moj men që në një finale kur luajtëm me Kosovën e Prishtinës, unë isha rezervë, s'më isha me një ekipar kur. Edhe Valoni edhe gol pi kornerit, edhe u bënëm kampion. Kështu që u konë gjenerat edhe po besoj që nuk më isha me gjithë vetëm anej e lash edhe që shtë vazhdova anej me referimin pjesa tjetër histori. Në 2007, do me thonë, ke vendos me anis më mirë me referim. Si kujton, a je koni interesum në atë ko për referim, a qysh erë lidhja jot me referimin? Sa isha lejtor, për thëmë qatë... Sa ki stërvit. Njerëzit menojnë që po lavdun atë si lejtor. Gjithmonë, o ku një farë, me thonë thujza, edhe tashën ashtë ta në thujza një farë urritin dhe referve.
Jo në atë kontekstin në urrëzje, po e kanë po gjithmonë referi me një sy tjetër. Po. Ai që bën hilje kështu. Po. Edhe unë ashtu, po kur filloi kjo me menu që më bu refer, atëherë doli një ish gjyqtar dhe një mekimi që gjithmonë e përmendi. Ka qenë Bejt Feyzullah, ish gjyqtari i Superligës. Po, Bejta. Që përshëndes Është jashtë Bejta. Bejta në Gjermani për tash. Edhe na si unë jam rritë në Prishtinë, jam lind në Prishtinë edhe si djali një lagje të famshme të Prishtinës te Çofa. Po. Ku kanë këtë futbollistat, referat, trenerat, këtë kanë. Këtë kanë edhe unë si pjesë e asaj lagje u takoj shumë me ta dhe Bejta më tha pse s'po vjen më bu refer. Edhe manena filluva me menu pse mos më bua. Edhe shkum në testin fillestar me dëshuk të lagjës atë. Edhe besoni apo ju kam qenë jashtëzakonisht i pa interesum. Gjithë ata shukët e lagjës dëshironin më bua refer, i blejtën librin e rregullave të lojës sepse ishte obligim me lexue me. Unë nuk e bleva librin, nuk isha interesum, po shkoj po inshallah s'm pranoj. Edhe manena mërzun, në tesin fillestar mërzun. Kujtoj ku unë me shordhone, edhe ishe ndjeri Shenasi Berisha, mërzun edhe thanë nuk e kalu. Edhe manena ke periuda verës shkuva në dete, si i ri, kur u ktheva, qatë dy që u ktheva, më thanë hajde se tash e kem praktikën. Po thashon një mërzu. Bejta ma mundësoj, tha hajde, tha se në praktikë ja bujna dyqysh, se e shishin që ish lojtare, gjolli ri edhin. Po. Thash, po unë po vi, po së më pranujnë tash. Bejta e ndreqi, mua bejtin që shë ndreqi, edhe kur sa rejnë luj Nobileq, lujshin pat me lu, faktikisht një luj micore mes juniorve të Kekut edhe të Ballkanit. Edhe nuk ardhë klubi Ballkanit edhe lujtën mes veti lojtar të Kekut. Edhe i shtinën këta refert që i kanë jap teorinë, edhe unë e meta i fundit. Edhe kur sa roj ka qenë Shenasi Berisha, shpirti ti pos ndjes, legjenda e referimit. Edhe kur më posë unë i fundit, tha hajde edhe ti, tha kyqo, se cili meshëm ka 5 minuta. Pa. Edhe kur hina aty, tash unë e referuva një faul edhe krejt ato që kom po në përmjet televizionit edhe që kom përjetu vetë si ish lojtar. Edhe buna një faul, edhe pi thom ati lojtarit që dhe keme ekzekutu faulin, që goditja duhet me bu me shajt pipit. Po. Tash këtu janë detaje. Nuanca, detaje që veç ata që mirë me referime kuptojnë që a ki shlifë që thujnë. Edhe e mota muri 9.15, e goditja edhe veç ka bushin Asi Berisha u krya, edhe tha, masi që e përfundum tha qëre, tha i ki një muj ku, tha me fillu me mësu rregullat të lojës. Mas një muj e tha, në qëfë se simësën, tha, kina më prish shumë keqën e ti. Edhe pisa ti momenti, unë fillova me dash të referimin, edhe fillova me mësu edhe rregullat e lojës, edhe fillova jep atisin me shkrim, edhe fillova më ambientua, mani loja mas lojës, edhe filloj dashuria për referimet. Tu bo edhe përvoj. Po që shikujtan ato hapat e parë në karrierë, sigurisht se cili gjyqtar fillon prej poshtë. Po, te fëmijat e ligat e olta. Te fëmijat tani ligat e olta. E kujtoj sigurisht se për krejt gjyqtarët janë koma të vështira. Kom pos fatin që pe thom prap lagja te Çofa, që tha dhe lavdimi ka qenë me super ftyrat njura futbollit Kosovës. Edhe manina kur tren me njerëz, kom pos fatin, kom nejt me njerëz tillë, edhe kom marrë shumë informacione për tyne. Për shembull me Shenasi Berishën, ka qenë Shemsi Omulli, që ku një pasionant edhe ish gjyqtar. Një Jugosllavi, po pasionant i madh për një mure fervetri. E vërtet. Edhe mane i shema na delegoj këtë tek fëmija se u kom përgjes për delegimin e gjyqtarëve të ri. Edhe unë i përkas i kom zonë 2 periudat. Edhe futbolli kur u kon atë ku i rrezikshëm se u kon shumë problem u rekrutu referat. Shumë problem. Edhe nuk dëshin gjenerata të reja se shishin një javë pas javë ka po. Po çdo sol ka po, vërtet. E kur kom filluar në bilem kujtoj
sidomos baba më thënë kemi na shtim bele. Po, trena i koj. Kemi na shtim bele, po shkon po referonën e çashtu edhe besoni apo ju kogja ka pas probleme. A ke pas sulm personalisht, a i ke pështua tash në qatë periudhë kërcënime sigur ka pas kështu vetëm që i bojnë me gesht ato. Jo, çore në atë periudhë për çata e përmend ai kam zonë 2 periudha. Po. Periudhën për vitit 2007 deri te viti 2015. Tani filloi veç mo. Kur filluam me minuta ne që jena ofër UEFA-s e FIFA-s, ja nesër po. Edhe domethënë kom përjetuar edhe çfarë futbollin. Po ka pas sulme. Po ju sulme që më thon valla a dhe bënën stash roje edhe nei sulme. Se ka pas asnjë rose për para. Ashtu ne s'kom pas, po ka pas rose që na kërcënuar, na ka shty dikush. U mënu me tentu me të sënmu dikush, po ku e ke përjetuar sulmin të parin në karrierë? Pa kështu saktësisht se di s'po më kujtu tash, po e moj me një luj lig por mos e përmani me emër, se s'ka kuptim tash për klubi, se unë Superliga. Jo, nuk ka Superliga klubi, ka qenë lojë ligës pare, u kon shumë vështirë me referu në terren. E mani mas lojës ata që dvenit fillun u vdeshë me një farë barake. Patën me ma morat barake me ma shumë shko. Ta është para një ku paka shumë po Levante, bon, Levante. Nëse nante leze. Edhe tash Shorri Le Penzin ai derbi, çështu adem, po s'ka refer që nuk e ka pas një rast tjetër vërtet. Si kim bie tu që se domethënë s'kishe mujt me arrit dikon. Vetë vjerat shumë të rinj domethënë që mas pranimit, po për atë edhe sot shohmi në një rast edhe pse janë të ligat shumë të ulta që tentojnë mi sulmu referat, po shëshër që jo më tash po ka kamera, po ka përpara s'ka pas as kamera dhe kështu për çata i kanë bë. Dallimi tash. Unë gjithë them dallimi përpara refertin ku sulmu e kanë pas frikën e sulmit fizik. Po. Tash është sulmi psiqik. Po. Kur them sulmi psiqik, domethënë ka dokumentar ka për këtë. Influenca e mediave për shembull, deklaratat pa bazume. Për shembull mundon shumë njerëz që janë rreth futbollit mundon me po gjyqtarin që thash si ai që bën hile. Domethënë akuzat pa baza, apo kupton? Që kjo është gjithmonë ju keni faj kur sfiton ekip. Sa është ai vën. Çe po ta them edhe një thonë tjetër. Pse kërkush nuk e gjen fajin te ekipa vetë lojtarë të vet, po të gjyqtarit. Se kur një gjyqtar edhe një refer i futbollit referon mirë, kur kush nuk flet për to. Po në momentin që një gjyqtar bën gabim, ai është në fashën e port gazetës. Po, vërtet. Kjo është thonje që na përcjell neve gjithë neve në referio. Kështu që se në Kosovë jemi mësu pak më shumë se domethënë edhe nëse një ekip hub se nuk bën kur gjë hesh në lojë, prap ka me gjetë. Na jena mësuar. E dina edhe kur e kanë për ime edhe kur se kanë për ime edhe kur e kanë presion për lojën e ardhshme edhe. Kuptoj edhe trajnerët, ti kuptoj edhe klubet, po manena me kalu, mundosh me kritiku që ma ka bu penall. Po. E shem mas lojës, ka pas roze që e kom po edhe vet. Tash e kena varin, po ka pas roze që mas lojës e kom po që po në me ka pas kontakt ose karton e kuq. Edhe i kom ro peshman, unë nuk e vuj vesh një karton të kuq që se jep, ose një penal, unë e vuj edhe një faul, kur e shoh që se kom bu, pse se kom bu, e analizoj. Besoni që e shikon domethënë ndeshjen që të morë prizën. Gjithmonë, çtash bylem që kena shans mi marr lujt, është shumë e lehtë edhe nuk ka lujt Superligës që nuk bëj analizë. E marr momentin që qetësona mas lujës e bëj analizë, pozicionimin tim, pse kom bu faul, pse se kom bu me asistentat, komunikojna për shembull mas lujës, se njerëzit mendojnë që para podcastit që pa të muhabetin kështu lavdimi më tha ku po stërvita, atë se njerëzit shumë njerëz mendojnë që na shkojnë veç për lojë, po. Testimet që kena na janë testime që ndoshta po futbollistat e Superligës biseda sipër me ta na kanë thonë që ka gjë vështirë pas këtë me aptesën, janë ftesë vështira. E pas stërvitje është e pamundur. Kështu që po duam të thonë që refert
në futbollin e Kosovës, ndoshta nuk kena profesionista me emën, sepse nuk kena kontratë që na bën profesionist, po punën e bujnë si profesionista. Sigurisht. Le të jenë bindën, tash normal që këtë referës janë njëjtë. Këtë lojtarë janë njëjtë. Po, normal. Gen çto po duni, lavdem. Gen se më thotë që i shikon ndeshjet. E ki po sigurisht se është e pamundur mos me gabu. A ki thirr ndaj kon telefon mas ndeshjes me thonë falbe se pas na gabu. Jo, se kom Ose thirr me mi shkru. thonë, jo, nuk e kom thirr se neve zakonisht nuk na lejuhet edhe me Po, komunikim me po. zyrtar klube. A më ndeshjen e Po për rrallës shembull sa ndeshjen diçka. e Rallës ka pas rast që një lojtar u ka thonë e pe. Po. Thash e posh, po thash unë e kom po vesh një herë në fush. Po, Nuk e kom normal. po Po atëherë si 10 ti në herë, telefon. Si unë si ti në telefon, Po. kupton? Është gabim njerëzor si ti që e ke ush penallën për shembull. Pezojnë. Si unë më ardhëm ku një refer, për shembull më thon, a pesë që huçe penallën, si Po, kështu. po. Është e njëjta pa ka shumë. Se loja futbollit karakterizohet me akter, tri por akter i ka loja futbollit. I ka lojtarë që janë lojtarë të kyç, janë trajnerat, ma ne vinë refer. Këta janë akter të kryesor të një lojës futbollit. Ndeshjes, po. Që do më thonë pak këta nuk buhet. Sigurisht. Po që ky topi kur vjen mes, ndoshta kur kush nuk mendon për referimin, për refere, Po. po kur vjen topi në mes, thojnë, valla, diçka po mungon. Po. Kush po mungon për me nisë Refere. të Me janis. refere. Refere. Sigurisht. Kështu që pa refer në kohë futboll. Në kohë lojë pa refer. Edhe vetë kur u kriju, do më thonë, loja futbollit, dy kolegje në Angli, kur e kanë lu lojën e parë futbollit, kanë lu pa refer. Loja parë u Po, lu pa refer. po. Edhe e kam po që Dikush do të me do drejtësi, po. Kanë dosh me dikush, myt, po. edhe u duv mu orë, dykën vitin 1860 Po, duke që po. ashtu. Kam thonë që, Edhe ka u zdosh se kom pas edhe tim po. këtë punë, edhe kom lexu shumë për këtë punë, edhe u duv me bu dikush që ndon drejtsinë. Edhe ma nejna ka fillu referimi, me evolu, edhe dhe ditën e sotit. Gent tash para se me mbrin Super League, na që jem bagi dhe neve dy na u kanë bërë shumë vjetë që merrem me gazetaria dhe me futbollin e Kosovës, e kena ditë që po vjen një refer i talentum. Realisht edhe sot dihet një refer që referon mirë në ligë të parë, Qartë. ligë dytë ose të jo një art. Kjo bota jo në futbollit, që ky komuniteti e din që është ardhur një refer i mirë në Super League. Shihet, po. Me thonë edhe ti para se me ardhur në Super League, po besoj në sezonin 2012-2013 i ardhur në viti jot i parë në Super League, veç si refer e kena dëgjuar emrin tën. Qysh e kujton ndeshjen e parë edhe cilla ku ndeshja e parë edhe emocionet e asaj ndeshje. Ndeshja e parë u kuon Trepça vllaznimi. Super deri. Dy ekipet me renome. Traditë. Me traditë. A do vëllap super deri. E kujtoj se atëherë u kuon me short. Referi me shumë, po. Si Se sa. U kuon me short edhe mro shortin unë atë lojë edhe para kesh në 2-3 lojë si gjyqtori 4 dhe më dha mundësia. A më dha mundësia u konkretori referve në atë ku Rushdi Breznica. Po. Edhe duhet me përmend. Po. Edhe më falenderoj se më ka aprosë. Po, sigurisht. Edhe luja është duket kun në vllaznim me moj men që kun trener miku jam Malcar Xhambolaj. Edhe nuk pe di rezultatin sa më duket 1-0 ka fitu Trepça, edhe Azem Brovina, Komentator, do gazetari. ai gazetaris, ka qenë në komentim ndeshjes në radio. Po. Edhe kur se harroj mas ndeshjes mbro me ndëgju, me njerë ma kishë gjithë një gabim. Halo pa janë islimë. Edhe kur pesha tha, gjyqtari Gjan Snuza lejon, se dy portierat i kishin ngjyrat e familjes si ngjajshme. Po, si ne. Po rregull. Zakonisht portokallta i kanë të vera. Jo, shumë si knaqshir, po. Unë munoj shumë me toleru, so ma shumë se... U kon bietes u kon vëzhgu. Edhe për një me ata dy portierat i kishin ngjyrat e familjes si të njëjta, edhe ai kish vrej, se për një me Azem Brovina e ka ditë shumë i rregullur. Po, normal. Edhe kur edhe mu si rim nga kërgja kështu tash bre. Po do të kam e këshyr krejt. Edhe manina pisa se luje, mani se aroj kur lujën e dytë me njerë mra shurti, një lujë super e fështiru kun, mes Lamkos Kosovës, edhe Trepçës 89. U kun mra që ashtu shurti, se mas Trepça vllazimin nuk menova që kanë me mështin short, Pushoj. Jo, ja pushoj një gjëra se po. Kur më njerë isha kon short. U lyket mërkurën. Çtunën
të mërkurën. Po, s'ka Të mërkurën, Llam Kusi me trefshën të. Llam Kusi u kun me Luan Prekosën. Po, të luftu për mbjetesë atë vitin. Një ligë, fundin kon. U kun domethënë viti 2012 tetori. Tetori, domethënë shkoi shumë të. Trepsha të thënon u bëj më ke më bu kampion vjeshtor. Po. Edhe super luja, vështri 5000 vjet, edhe terreni unë si i ri. Edhe e di që jo deputimi, po çaja luaj ka bu muçunal. Në Superligë se refer dhe me fillu me vlerësu njerëzit se pa ta referu lujen për një me shumë mirë, edhe të dy portë më pa të nuru edhe filloj mu flit për mu si një gjyshtar që bëj me ortarme. Me pastarme. Qatë vetë me nëherë, do më thonë, debutimin tëndë, si edhe që në fund vitit, gjyqtari më i mirë i vitit. Edhe ke gjyku edhe në qatë sezon finalin e kupës. A u kon një farë befasie pikspari me referun finale? Atëherë u kon notat e refera na i qëtë shumë gazeti, kina ditë krejt. Edhe kush ka pas notat më të mira, po veshin veke raporte. Po çata kur se po ta ndërprej. U kon shumë interesant që ajo periudhë, u kon shumë transparent. Shumë ka pos edhe influencë e referat. Po, dishin gazeti që shumë na anash ato notat, secillet. Edhe ku di që kam vetë referu finalen, se kush ka pas notat më të mira. Kur ftesën më orë, jo morë me shumë knatësi, se disha që kime shumë informata gjithë, jo për futbolin. Po, Adin, edhe për një me, kur te menojshën e kom bu vitin e 18 se refer. Po. Edhe kogja mu kam bu do vjetë edhe mua. Po. E jina paka shumë gjeneratës njejtë. Po. Edhe ju kini fillu gazetarin që Qatë ko. Unë që pas më jetë lovda pak ma herë. Kështu që pi bjen që pu. Edhe manina qështu. Notat e mira dhe në finale të kupës. Ke fati manina u ndryshu gjenerata. Po, përparimi, për shembull përparim masonin që e falenderoj, është njëri për krasë. Për krasë më të mëj, sigurisht. Ashta mos më thoni i vetmi që ka besu që unë më bu refer ku jam tash, edhe është domethënë trajneri jam i jetës. Përparim masone, ato se më hoj edhe s'mëj me më se është qashtu. është realitet që edhe në kretë Kosova. Përparimi bu manina këtë orë në ishëm një luj bile me di, unë jam kun refer kryesur, përparimi kun refer i 4 qatë sezon, kur me të Llam Kusin barazh me Deçanin. Deçanin, Dynjon Gilan, Dynjon, a i qfar loj e shi. Unë qatë vit, kur dula, përparimin e pota një luj refert 4. Edhe bësha bile më hajgore, thësha mere përparim mere protokollin është në ram diko. Ruje. Se në refer kryesure, është privilegji ma, përparim me referi 4. Se e pusheshën përparimin për lujin e barozhe. E mu mro me referu, Llam Kusi bile më le trashi se ebë një gull pi kornerit, Llam Kusi me Feroniklin. Feroniklin atë ku ke me junior. Me junior, po. E shumë i moj mangë këtu sene. Edhe manina përparime e la referimin, erë viti 2013 djetori, unë i pota notat mas mira, e referua finalen. Hajvalia me Feroniklin, u kom befasi. Po. Se Hajvalia ka pas super ekip. Po. Edhe fitoj Feronikli, ke befasi, më shkoj loja mirë, edhe manina Veç këshin sana në ven. Po, u koni farë, kogja u koni farë hap pas hapi, që jo morë dhe këto. Kogja nuk u konë shumë shpejt. Po, nuk i kalu 2-3 shkollë me një herë. Jo morë shkollë, apse dikush do të shpejt, po jo morë shkollë. Shkollë. 2016 unë më konë Budapest, edhe gjenë se u konë Budapest. As pranimit. Më kujtohet si sot një skenë, i gjuhësh në qaftë Rametlis Fadil Vokre. Kretarit Federatës. Nëse ato ketë kena shpërtuj. Po. Do më thonë, është dita ma e mirë nëse e plasën për futbol. Dita ma mirë në historitë të futbolit të Kosovës. Po, unë e erdha në Budapest ju si pjesori i federatës. Unë jam edhe zyrtori i Ministrisë Kulturës, punoj në Ministrisë Kulturës, sportit. Në atë ku kemi nisër kujtim shola. Se tash nashta jena fushat. Ja, u kon këto janë fakte historike si janë. Kujtim shola u kon ministër edhe kem një udhëtim zyrtar në Zagreb. Po. Edhe masi që këtë udhëtimin zyrtar ke fundi prillit. Fillim 3 muaj. Fundi prillit. Edhe kur ulëm një drejt po më vit bashkë kujtim shola që do të më përmend. Tha ki viz gens
se di kesione me futbolle, me referendum. Thash po, edhe tha, okej, bëni dokumentat gati, jemi neve në Budapest. S'mu besoj këtë, se me qenë pjesë atje. Edhe aje ka ditë që për këta është shumë se një ma. Erdë puna me shku në Budapest. Mritëm në Budapest edhe, kur erdë puna në kongres, bilem kërpom ata kryetori. Ju jeni kun të hotelit të prit. Na jena kun punë në hotel. Na jena kun në hotel se s'na lejshë. Se na jena kun mrena atë. Po me një oborë kun kongresi. Edhe tash kryetari Fadilina ku shkume delegacionin ministrikës me një hotel tjetër, delegacioni federatës me një hotel tjetër, edhe nuk e ka prit kryetari Fadil Vukri, shpirti ti pas gjestë. Nuk e ka prit që edhe më kun aty. Tash aty s'më me shkume thonë një morë dhe dhone. Se ai problemet e vetë. Normal, stresi. Edhe e preqëm. Kur u buaj votimi i parë që s'ka lajt një herë, e bilem i kam edhe videot, e ka qenë kurse arrej edhe Bekimi Sufi, me një tavolinin akun bashkë me Bekimin. U kun vetëm Firzi, ishtë sekretari ministrisë. Jënë kun shumë figurat ashtë s'pëm kujtuat. Ndërta u kun edhe kryetari aktuali Agim Ademi. E nga kun me një tavolinë me një laptop, e kështë shumë krejt. Live. E një herë, se cili komentoj ke jo kështu, jo ashtu, u prajtëm krejt që vëlla s'po bu. Ba një kur dula eksperti ligjor, ju EFA-s, edhe s'kjaroj që e kuptum që e kena edhe një shansë. Edhe kur sa arrej patalon telefoni me një nalëci që me gjiru, edhe kish pas gjiru telefonin janë një urë. Edhe ka momentin bilem me gjithë dykën e kur i nga gëzu krejt. Edhe kur u kry krejt, tash vike kryetari Fadil Vukri edhe për mastina vike është edhe fotografia, vike edhe ishtë sekretari Errol Saliu, edhe që shna kun se janë nisëm me këcyna aty me buvolle në ato burin në hotelit, edhe vike këtash për kongresit, para në burit, Fadili edhe më shku në vrap, edhe ju kom gjuh kështu, edhe s'dijas me përshkru. Tha, hek mu tha se, tash kemi mujt me referu edhe në Evropë. Edhe që ato momente tani feste që shtu, edhe u këthim për shtu. Nuk harrot. Nuk harrot, adhe në 3 muaj, nuk harrot, bilem kërëm dolim, ka një në telefon memoris kështu. është diçka e Halo syt lot mushën. Manina ti e kun atje bënëm një koktel atje në hotel kotin matnal. Këtë gazetarët me ministri me federat me këtë po. Edhe se harroj e kom marrë një ndres, e pa ta marrë për shpis, një ndres të referimit, edhe ma pa të nëshku krejt njerës që janë kun aty ma pa të nëshku ndresën. E kom ndresën shpe, që me pos kujtim, bilem edhe kryeministri kun Isa Mustafa, e pa të nëshkru, e pa të ashti krejt me nëshkru. E është njëna për që më ka me metë gjithmonë në kujtes. Tash që të pjesën mas pranimit, qështë ka thirë ish presidenti Vukri në telefon për me shku në Spanjë edhe... A mo të pa vizë. Edhe nuk e pa vizë. I kem do, që është të na i kem dhe vaja ke... Kem burime shumë, do me thonë për se cilin njeri i ke 5-6 burime. Ne dina që është lidhët futbol jonë, baja ke krejt e dina. Qëre, u kun periud shumë fështirë. Po. Kur u pranuvam... Të shtem me bo me shku të ikon, me apliku veç për vizë. Shumë rana, po naj... Sta ka në vëzu si gazetar, po të shtem. Pa modesti për thomë, kur e pranova, do më thonë, u bu aplikimi për refer në 2016, në 8 orë, edhe në fund 8 orë dhe 9 orë, e mora konfirmimin që u bu në refer i FIFA-s, që në vitit 2017, me fillu me refer me gjyku. Edhe, normalisht, është histori, të lejmë atë punë, se gjithmonë të full histori, i nga bu bajat. Edhe, kur merdh letra për UEFA-s për testet fillestare, merdh që testi edhe testimet fizike edhe teorike do të mohon në Malaga të Spanjës. Në Spanjë. Qash shumë e kisha atë entuziazmin që u buna, kur mërë kjo me njëherë dita që s'moj me shku. Si po Malaga, Spanja, halo nuk ka njerë. Edhe problemet shumë të. Qysh me shku, qa me bu. 100.000 variacione. Angel Maria Villarin ja keni një zune. Ish kryetari Federatës Spanjës, ish nën kryetari UEFA-s. E di që ai personalisht u morë me problemin tem. Personalisht. Edhe u kun iniciatori kryesor që unë me shku me mujt me hinë Spanjë. Po nuk u bu me shku.
Po. Nuk u bu, edhe ka pas shumë shkrime edhe pi medjave ndërkombëtare, qysh po mohuhet për herë por e sana, nuk u bu me shku. Po e kujtoj që Fadil Vukri ka insistu shumë me shku. Si me vizë, si pa vizë, se ke nisë. Se shumë kretor. Vilem, a besoni që i kom pos kofirat para derës, zisha për shkoj, as për shkoj. Gati ata Derisa e kujtoj një herë më thirrë bilem kryetorin, telefon. Tha, çka problemi pse po heziton me shku? Unë kisha Schengen. Po, nuk e dishën Spanjë. Jo, unë kisha Schengen, ti mundesh me shku në Romë, shtapi Romës, për shembull me shku në Malaga, ose me shku në Lisbonë, se shoh kryetor. Me bu mu nisën me mëzon. Po. Ta qesë një vullë që s'ki drejt me hipo në bashkimin e Evropian 5 vjet, edhe mu sëm vinë mu stema kur gjë. Pa e ka pas e din tjetër. A e ka pas e din që me më këthy mu, edhe me bot madhe. Edhe me bu jehon. Unë e disha që a e koni... Me thy këtë blokadën që në vëjke pa. Dhe ke me kalzu që qysh për në ndalon e sportista. Nuk e kishaj që me më thunë mu, nisë ti me më budo mua. E ma një UEFA buni një zgjidhje, më ftoj, mas disa dite më ftoj një janë, në sedin e UEFA-s, shkova atje i kryvatesit edhe manena... Një në 3 shë e parë që i vati marrë. Po, qëto së në më anë kërkësh. Ja, se në më anë. 2017 në ka bo debutimin në ndeshje mitësore në arenë... Shtu ta më mështete. Turqi-Moldavi. Turqi-Moldavi. E moj me në dhe në kumë lojen. Shumë më goni emocionu. Edhe për juve u konë... Që dalë në fush pa pip. U konë... Si me dalë lojtari pa popaqka. E kna këshu lojnë, u konë interesant si klubet kur debutojshin edhe për neve u konë interesant një refer me debutu joni. Ja, une kom shumë admirim se qash shumë kina pos, dhe me thonë për kroje për njerëzve, edhe ata njerëz që na kanë shojnë thujza, po thomë, si refer futbol Kosovës, ata bëshin fotografie, bëshin postime për kroje. Kur jena ka ona kur jena për fasim shtetit, për në me bumi bashkë. Edhe kuft i mirë i kesh në për kroje, me shumë e mire. Edhe, po, loja par Turqi. Moldavi. Me Moldavin, mitësore. Po, pa pep. Mitësore. Po, mitësore luksi. Turqia s'kish lujt në qytetin e s'kish e hirit për 40 vjet. Mas 40 vjet u kthej. Stadioni i ri, so u qelë qëtë. Edhe, do me thonë, ata promovëshin kampionatin Evropian 2022. Po, me fitu, deshin me fitu, po. 2022 ju, po 2000... Ose 20 ose 24. 2024. 24, se janë konë kandidat, po tani... Kampionati po tru, se u abita. Edhe kandidat, me pranu Turqin. Po, se stadiumi i ri. Po, edhe i patën bo stadiumit, i patën bo 5-6 stadiumi i patën bo. Shkum, a kom pos fështirë edhe një sense pavarësisht që më nimojshin krejt. Për parimi, dhe më thonë në konë, njone për që më nimoj kjo, më ne keme nimu, po kur kush nuk di kemi një mu që ka lyp futbol evropian, referimi evropian, se kur kush për para së kun. Për kun shëna si Berisha, po... Po shumë për para, shumë moti, dhe më thonë është një shkputje 30 vjetë. Për shambull tash, kur jo mune, kur po vjen një referi, për shambull që po shkon në trajnime në UEFA, në FIFA, po merë për shambull eksperiencë për mi, mundet me orë si referi 4 të jami, ose i referve tjerë. Po, unë s'kom pos për kërkujna me morë informat. Informatat e vetë me që i mesha, unë isha me kolegë për Shqipnis. Edhe teoria, shka ke mësu? Edhe kur shku ma ne në Turqi, për neve këtë dishka jarë zakonshme. Asë si shiku s'kina përjetua si atmosfera, e limu si refer. Edhe krejt ato procedura që shkujnë për një dy interkomptore, që po thu të ke arru pipin, ku mos me arru pipin. Dulem për një, dulem fush, dulem mundëzi me bujorin, me patlumin, me dy asistentat që kina... Shumë të nëndeshjeve i kime ta, po. Edhe janë pjesë e suksesin, në qëfë se kom pak sukses, edhe ata janë pjesë e rëndësishme. Edhe kur shkum, po dalim tash me
po kënohen himnet, pe preke së është pipi. E kisha lumë pipin, se zakonisht e lujna pipin, e lujna pa kujen, edhe lujna pipin një 5 minuta me thonë me rëkuje, fishkon ma shumë. E me një farë. Po. Edhe e buna që ashtu, pa ja zhveshtoria modë, se shumë në me hasë zhveshtoria. Edhe haruva pipin. Pe shoh se kom pipin, me dhe thasha me bu 40.000 vit. Edhe pja afruna gjishtori kotër të kun, gjishtori turk. Alë për rullësaj edhe për thëmë, më kufje, thasha kom haru pipin. Tha, pa ta japi teme. Tash, pipi o diçka kogja personale. Thash, jo, thash, ka merë ma pipin. Tash, aj... Po dëvë në shku krejt. Me shku ato dyrë të qelqin, po, kështu. Dyrë me shku të shështërë. Shkoj ma prun jaja ku erdhe, dhe aj kogja kështu aktori mirë, kopi për qofe, kështu edhe ma lëshoj pipin dërë. Edhe fillu, aloj, një 10 minuta, për në mes. Se këti tas ku je. Për 10 minuta. U hekën emocionet. Tash, këtu mos ka. Po, dhe normal. Pe kopim dur na. Edhe që atë lojë sigurisht nuk e kujton kur cëlla u kon desha dytë ndërkombëtare që e ke gjyku. Po, me njerë u kon, mani e morëm delegimin se unë nuk mujta me morë delegim zyrtar për UEFA-s, për shkak që u vënova s'mujta me shku sport. Po. Edhe më ra që ke luja mitësore, që e buni të mundër Fadil Vukri me federatën. Po. Ka mos bashkëpunim, hala kanë federatë. Edhe Fadil Vukri e mundësaj, edhe u bu që ke luja mitësore, edhe manina delegimin e mura në qeshur në San Marino. Unë ishte nishat, fillum atë me nivele... Normal, edhe ato shkën qashtë. Edhe mani e përfunduva luajën e mirë edhe qash me rëndësi vëzhguesi që na vëzhgon që na kontrollon, u koni Finlandës. Edhe kur më ka raporti, e paskujt në raport, faul historik. Faulli i parë historik, kornieri i parë historik, auti i parë historik, se për me luja parë zërtore, edhe i keti kish potencu në raport, se historik për një refer i parë, për Kosovës, në UEFA, luja parë, e ketë vendimet e para, i ka shkujt historik. E kur sa arë, më bëj ka i gore, i vëzhgusës dhe ke kornieri historik, faulli historik, i njeke qështë. Vitin 2019, na ja nisëm këti sistemet garave, mu lu dhe superfinalja nëse veni i parë dhe i dyti luishin lojën e fundit edhe nëse lufta po me 12 ekipe 3 rrethe mu lu edhe në qatë sistemi bike veni i parë dhe i dyti me lujt lojën e fundit edhe u kon loja Feronikli Prishtina luftojshin për titul i bike të furtat me të furta po dofta me edhe për mbjetjes tabirës edhe pjesa dytë po edhe e mbaj men një kun stadionun se pa ja gjithë qëto lojtë e mloja na silëshojshëm në atë kohë. Edhe shkojmë ato kur vinë 20 refera. Një 5-6 pare, një 2-13 ansor. Nuk u ditë referi ndeshjes, shkop se qërë është tash follet ma pak, po në atë kohë full baja gjithë shumë, dhe kush është refer, me qitë ma herët të që mos pja korruptojnë, apo bëhet, so bëjke zhur me madhe qëto lojtë vendimtarit, barazit, kupës, plus tash qeshëm na të luftu për medalën e Evropë ekipët tona, dhe me thonë kampioni shkekin ligë kampiona, fitu si kupës në UEFA, qysh ndodhe, u vënu loja Bajagia, ka pas me nis ma heret dhe pa të nis një orë ma vonë. Qysh ndodhe që ty të zgjedhen si referin e parë në atë lojë? Qyre, ti i the goti krejt. Në kontekstin e pse u orë që ashtu. Pa të më shku aty edhe me të thonë drejten se kryetori Agim Ademi u ku njëni për atyne që para se në mos jes bërsh, se s'bën me të bërsh, kur u bu procesi për me apliku në FIFA dhe në UEFA, e pa ta pas në takim me to, edhe më pa thonë që na të kena në nombrill. Edhe kur se araj atë fjallë, se kryetori Agim Ademi u ku do më thonë antar i komitetit ekzekutiv përgjes për refera. Edhe sot dhe a ditë për shambull në një ko gjamir, edhe ka në referimit a ditë në një. Po, mas edhe si futbolliste, po. Edhe i në arrit me, unë jëmë rritë si refer, të kunaj pjesë e federatës, pjesë e komitetit ekzekutiv përgjes për refera, si në kryetar. Edhe kur sa arrit thot të kena në nombrellë punose, po pretendojna me të qunë FIFA në UEFA. Edhe kur u buma në i kryetar, erë që kjo luj.
u konë njëna për lojëve mas vështira. Se u vendos këtë titulli që u ndrenas edhe u vendos këtë për lojës vetme. Ferroniklit i vyke barazime, u bu kampion, Prishtinës i vyke veç fitore. Pa varsisht çfarë fitore. Po veç fitore. 2 pika u konë. 2 pika u konë diferenca. Edhe këtë sezon u shku qashtu ato dyja. Unë e pranova një ftesë, që kam pranuar ata kolegë që janë këtu aty. Me shku në federat, pëse na jena pjesë e federatës. Do më thonë, do të mjë përgjishti e prioritar. Sigurisht. Edhe na therën federat, ma ne i pi federatës, do të me shku në stadion. Në autobus krejt bashkë. Jo, me kjera shku. Me kjera, okej. Po, kur shku në stadion, luja klubet nuk u pajtëshën kush me referu. Bylem qatë sezone pa ta referu edhe Prishtina Lapi, në stadion Prishtinës. Që vrot Valimir Veliu. Po. 1-0 kryet me Pefqilin. Po, Pefqili, që ashtu, edhe thujnë që me neshin edhe me morë refer për Italis, që në konë të fjallë, që shtë të Po, për jashtë të vina. Edhe në shku mot, në shku me këtë kolekt. Edhe deri sa ata ma ne qysh ja bënën, tek ja bënën, nuk e di, veç mërë të mulloj me që ti kime referu. Edhe ti s'pate pranu me ansor tjerë, veç me ansor që u ku pak se ishte në më refer për ma sportave. Po, për ma sportave. Po, vi. Për ma sportave zakonisht shkujnë refer kryesor, po. Edhe unë e sugjeruva më ku në refer kryesor, se para prakisht ishin vendus, në është aspodit që shugu më abiti, ishin vendu asistenta. E unë e sugjeruva që aty më ku në refer kryesor. Se do më thonë referi kryesor e ka gjeshmëri më të madhe për shembull në zonën e penaltisë, se referi ashtu. Edhe çati pa ta intervenuar, e di atë. Po pa të kon Ramazan kur saroj më kuni nushëm, kur dola njerëzit as pritëshin se u vanu loja, se njerëzit pritëshin, lojtar pritëshin. Rëndësia ndeshjes sa jashtë zakonshme. Edhe na e kena do procedura që do të ndonjë. Mi përgatit kufjet, mur kopa këtë. E se aroj kur po pat kry loja, kur se aroj Fatasuja, u kom përfacu si Prishtinës. Po. Në protokollin e ndeshët Prishtina hupi titullin. 1-0 hupe, jep Goxha gol. Goxha jep gol për një faullit. Faullit, kështu topi shkan vim, bam, bjen. As një rast diskutabil, kur gjë spat, një moj zote. Po. Edhe në fund lujës se aroj Fatasuja tha në protokollin e ndeshët, referimi i gens nuzës shkëllqyshëm edhe. Dënë mëni mirë që edhe ekipa që up. Po do këtë e Prishtina e ko që ta që të lërësën se tjera të dhe me fitu. Kryetori Agim Ademi u konë stadion, bilem kur sa rëhinjë në zhëshore, tha e ki drejtën mi që iftar, dykon ku dushte. Që i iftar se u konë Ramazan. Edhe ma në ishku me festu me iftar. Performancën e ketë, ju veç temën po këtë ekipit, normal, se u konë loje e ranë, u konë Bajage. Loje e ronda edhe për një mes ka pas 0, do me thonë, ka pas rasit diskutabile. Debutimin Conference League. Vitin 2021 vjen. Po, çto lojët e jashtë ju gëzojnë edhe pak, se edhe këto paguhen më mirë se. Po, fakti që paguhen më mirë, dije se këtu me ditët tona janë publike pra. Po, e dina, na e dina. Po, jo, do të federata i ka publike. Publike janë. Pak me buni search dikon. Po, dihet po. Edhe po, Conference League ku njëna për arritje më të mëdha, se domethënë me mri në fazën e grupeve. Unë jam kënë domethënë referi por që kom mri në fazën e grupeve. Tash ka njerë kur thëmi pari, me dë mos shumë sene buën me mu, se jam i pari që kom fillu, tash eksperienca e bën. Po, normal. Se ka njerëzit po thënë që veç kjo po thënë i pari, ka njerë. UEFA tje për parësi. Qarë, se jam kur i pari edhe tash, kur vjen puna. I ki edhe notat edhe kreti. Vjen puna me deputu dykon. Ti ki mu kon prap atë. Apo këtanë. Edhe nëse vjen në UEFA League, në Ligë Kampionëve grupe. Vjen keq ka njerë me qitë vetën gjithmonë kështu atë, po edhe kesh referi por në grupe, asnjë klub, asnjë përfaqësues pi Kosovës nuk e ka përcaktuar deri në 2021-ën si unë si refer në grupe, edhe mani ke omonia me Kairat Almatin në Çipër, deputum na shkoi shumë mirë. Edhe mani na çështo.
E vlerësimet, çu të japin këta vëzhgues të referave ato? Në UEFA. Po. Sinqerisht. Ai merr vlerësimet e mira. Sinqerisht. Cilën lojë ke marrë notën më të madhe bezojnë, vlerësimin më të madh. E mon mend si vjetë kom marrë njënën për notave më të madhe, kom marrë notë goxha të lartë në Poloni, në stadionin ku luhet si vjetë Conference Liga në Wrocław. Slaska Wrocława me Rigën e Letonisë, kom po super performancë, kom bu penal, karton kush, kom marrë super raport. Po përveç kësaj në vitin e kaluar, në 2024 jam qenë edhe pjesë e programit Mentor Talent. Mentor Talent, po, e dina, 20 refera vjetë. Në 20 refera ka pasur për Premier Ligës, Bundesligës, edhe ky pas mentorin një legjend. Frank de Bleckeren, po, në finale. Kampionate evropiane, botërore, ka qenë të ndeshën Inter Barcelona, që është shumë e përfolur. Po. Edhe kur e paramenojsha që veç në televizion e kom po të referuar tash e kom trener, e kom mentor, edhe më ka nimu shumë. Po tash normalisht që nuk mujna me bu hopa që s'mujna me bu. Notën që ki morën që të ndeshja, a keni të leju me të regu, çfarë notë ki marë? Tash është sistemi ndryshe është. Po ta tregojnë e notën 8.5, do të thonë diçka e shkëlqyeshme. E shkëlqyeshme, po. Edhe manena na nuk vlerësuam veç me nutë si numër, na vlerësuam për vështirësinë e lojës. Lojës, po. Në qoftë se për shembull i ke bu 2-3 penalla, apo një karton i kush, domethënë duja u kon shumë e vështirë. Nuk është njëjtë më. Na nuk e këshyrëm për shembull o derbi. Po. Normal që derbi o derbi. Po, edhe loja më në mor koje. Gjithçka më në. Edhe çajo loja që mundet më kon letër e lehtë, mundet më kon 3-4 penalla, i ke huç ose i ke bu mirë. Po. Në qoftë se i huç në frizë, kena nda frizë. Po, frizën. Në qoftë se i bën mirë, në qoftë se i bën mirë, atëherë vlerësohesh edhe me vështirësitë lojës. Prej 2017-s gjykon ndeshje në arenë evropiane. E përmende nota më mirë 8.5. Nota më e ulët. Sigurisht që notën më të ulët është për shembull vlerësimi i notave 7.9 është, kur për shembull referi nuk është notë e ulët. Po është përshkrimi 7.9, në qoftë se si shkuan një karton që ja ke huç për shembull, ose ke jap gabimesh ose një penall. Në qoftë se si shkuan çaj penall e kishe marrë 8.4. Apo kupton? Po në qoftë se e ke huç është 7.9 edhe qitet 8.4. Domethënë çaj 7.9 është që sinqerisht nuk kom pas not më dobë se çikash. Po janë ku në Svedia janë 2-3 pi 5-6 lojëve. Që i kom. Super. Te loja, ti shpesh merr pjesë kështu edhe në lojë të bamirësie edhe je shumë i hapur këtë pjesë për që ata na pëlqen edhe neve se e ki edhe këtë pjesën humane shumë zhvillume. Rashica me Gjakën që luajnë një lojë miqësore edhe ti vend kartonit që duket kjo u kon janë 2018. U kon ver, e moj mend. 2019. Edhe video jot bëhet viral në këtë botë ngati merr me miliona views. 3-3 po që po më madhe ta e shpërndon videon ti vend kartonit e nxjerr. Po buna po. Po tunet me Shinasi Berishën kallëzike shumë ngjarje në referim. Edhe i mesha informatat. Gjallëzojmë kon interesu. E ka posa që çto me një lojë në Jugosllavi e ka pas. Ai tregoi që çysh e ka buën ku në një lojë Dinamo Zagreb në Jugosllavi, po një lojtari s'ka dosh që më ia dhon karton të verdh. Një lojtari ka pas karton të verdh. Po. Edhe ai kartoni i verdh i çasë ndeshje e penalizoi me lut derbin e javës tjetër. Tash ky e kish mos sinjolin para lujes më arruje qytetar. Fansi u konvakë Dinamo. Tash ai pe bën ndërhyrje, ndoshta për karton verdh dhe pe ksyr tha, po më ksyr mu apo më atë verdh tha Penzia modë se se um le pa lojë, pa lojë veç shkryqja, me pos pak konsideros, tash kena konsideros ka pak. Edhe ai tha tu e shti durën xhep, tha ata ke publika, mos e nxjerr, tha me pallu. Gazi. Edhe ata tha këtë publika dhe unë komoj men ato. Po kjo ka ndodhur shumë vite më vonë tani. Edhe kur merr që luaj me gjyku mes Gjakës dhe Rasisë ke për bamirësi. Thash vetë që të luajmë me buën e çfarë. Se dy zërtare do. Ja, s'vjen këtu është vërtet. Edhe kur shkuan në stadion qëllimi po ta më apo ja granitit, ja milutit. Edhe kur fillu me lutja ti ka pas këngëtare, ka pas. Edhe kur fillu me lujt, atëherë u mundojsha me gjithë momentin.
Po zvike momenti. Po. Thash po jase jeta pa abu. Edhe kur manina pekoni farfarkime, të që ata për bëjnë luje, me lujti me Muhareme, për shtyjen, mendim trajnerin. Për Muhareme, për bëjmë mëse, ngëtës me lujtën se kena lojtorë këmëtorës, të po do me dëmtua, për shna e gore, tu dosho dhe, ta ka përpizim me apë kartonën e kom zirë palumën, edhe besanja për ju në kom bu për qatë luj me bëjtë atyra. Se ki mendu që më në të bu viralin këtë botën. Janë isi me kish, graniti, këtë janë isi me kish, atë publika, edhe u kry nesrit se arrej kisha me shku në pushim. Edhe telefonin fort nuk e buna, pase shkuva në pushim, hina në internet, janë isi telefonin mu bëbardu, thash qa e bu. Thash a kom bu në e farë krimi, veç vishin mesazha, vishin lajka, vishin taga, kur pesha ish bu e madhe. Ma ne i fillu me mitu edhe do referne për Brazil. E u bu, kur se arrej manina edhe UEFA me një seminar, e ka qitë si pjesë për dishka për kam pos një tim, dishka dhe pa qitë si shambull që fani e sana. E u pat kun këgja krejt piti një. Që edhe qëto e dime, pak e din, e ki kalu dhe me thonë idhullin tëndë. Idhull e ki pas përparimin si refer, se me përparimin... Me loj derbi lokal. Drita Gjilani. Mas shumë t'i loj ki. Mas shumë t'i loj ki. Po, Drita Gjilani kom referu këgja shumë me një periud. Po cila është loja me shtirë si pas te në futbolin e Kosovës me referu? Mes dy ekipe pa mor parasysh mrena jashtë, po cila është që te ndjen që ka tension? A është Gjilani Drita, po... Qëre Gjilani Drita, o tension, apo tonë. Tension edhe... Pëse pak u zbe, kove të fundit që ka ma pak shikos. Po, prapë e ka atë rënsinë e vetë, edhe Drita Gjilani, po ka luj të fështira, për shambull është, për shambull, në cilësejsha luj të fështirë, lopi, tripsa, të thënon. Po. Bylem se arrejnë një luj, po gjithë, zje moni men, 3 me 2 me 5, a 5 me 2, ato gjuni, një luj, sa u ku në stadionit të marru, super luj, shumë luj e fështirë, luj të fështira ka, po të në futbolin e Kosovës, po që tu luj cilësej si ma të fështira, për shama ka luj fështira kur lunë Drita Prishtina. Po. Luhet futbol i shpejt, luhet futbol atë. Edhe ma i fort. Futbol ma i fort. Ka luj që ase, po... E Drita Gjilani mas shumë t'i ka kjo 8, ha? Mas shumë të 8, e ka kalu për parime. Po, Drita Gjilani kam 8 luj edhe... Më patro, po së më karo ko gjamë ti tash? Tash me rvoni për referon e ka kështë zyrtarisht, më do këtë ja ka dhonë lëvë. Po, pa lidhje se referat e do më dhonë... Jo, mire kam bo që referi që ati qytetit me referu. Nuk është mirë. Jo, se na jemi vani vogël. Referi që ati qytetit do në gjithë më kry loja X. Ja, po për shambull... Unë e kom që musë të përqen ajo. Unë e ku menu gjithë që nu zatë do të mi referu se një kosi ka referu lojt e Prishtinës, për shambull. Ose s'kam pos drejt qytetit vet, ose bizojmë referat e Gjilanit Mitrovicës, nuk kanë mujtë mi referu ekipet e qytetit. Drita Gjilani. Drita Ballkani, Prishtina Drita, Prishtina Lapi. Unë mendoj që duhet gjithmonë mu referu nga gjyqtarët me stem të UEFA-s dhe FIFA-s. Qëre, për mu bu caktimin e referit janë disa kritere. Për shambull, disponueshmëria e referit, është disponueshëm për qatë luj. Për shambull, para qasaj luje, a ka pos histori, jo, në spytëm, po komisioni për vlerësim, i delegimit, po. Që e delegan, komisioni i delegimit e ka që i merë qëtu për bos. Historia që ati referin me një klub caktum. Se te është pak, nuk mund është në qëfë se një refer, për shambull, ka pos pak histori, pak naci me një klub, me shku me njerë javën tjetër. Për që ata është komisioni i delegimit, ai që e vlerëson, kush mundet ku me referu. Edhe qaj është që në banë ka njëre shkon me vjetë ose me mujë tona që s'mund është me referu një derbi. Se nuk të lidhë që ashtu që s'mund është. Jo si i disponueshëm, jo e kja referu një gjyrë për para. I bjen shumë me referu për shumë 2-3 lojë rana. Janë do elemente që... Cilë trener edhe cilë lojtar është maj bezdeshmi kështu. Jo bezdeshmi, po që bën zhurëm edhe të pengon edhe ty ka njerë me kry punën. Cilë lejtar, a ka lejtar kështu që... Se preferoj me e, se preferoj me e, se
Mja jep tani karton ai lojë tjetër ma vonë thonë çfarë ja ka bosi nati, po. Na është fund fundit besoj që kur ti je sportist edhe ke mri në Super League, po që kjo Super League, po është niveli më i lartë i futbollit. Edhe çto kesh të pyetni me ti je kon 2 anë edhe sa rrit niveli, mas kësaj ma kallzon. Edhe tash ti s'mundesh me konsideru që është çish më thon, është kundërti një lojtar. Po. Jo, kështu një që caktuar na ndoshta që profesione ndryshme apo kupton. A për nivel vren dallimin domethën para pranimit dhe mas pranimit. E vrej dallimin ka po ngritje. Ka ngritje është e vërtetë. S'ma është me thon s'ka ngritje kur na kena po paraqitjet edhe të ballkonit. Po. Besa drita. Çfarë po? Ka luajt mirë Dugagjini. Po. Ka luajt 2 lojë të poras fenomenale. Ka luajt mirë Llopi. Po. A kupton ka pos po volë shi. Po çka është një është që infrastruktura. Po, do të marrë. Nuk mundet kur mu krahasu për shembull me një lojë unë një edhe lojtar sintetik topi këtë më shpejt. Po, më shpejt shkon. Edhe shkon topi më shpejt. Kur shkon topi më shpejt për shembull desa të pranonte topin. Edhe në kur pranimi mirë. Një sekond, 2 sekonda janë të mëdhaj. Edhe po ka shumë përparim, po që duhet me punu më shumë, se na kena kapacitet me punu më shumë. Edhe sa vjet ki drejt me referum? Në bazë të rregullorës? Edhe një 10 vjet deri në 45. Ke sigurt na këto kena me po në grupet ligës kampione. A është ndër rajo dhe e madhe? Jo, na kem çka kjo është ndër dhe këtu. Ndra jam është normalisht ose kampionat evropian botror. Mi merr fjalë. Po normal, ajo. Çto janë 3 diskutues. Unë jam të punu ditë për ditë për me mujt me mri nivelin sa më të lartë. Tash ka shumë faktorë. A ki një cak, domethënë një vet ku me mendon. A është viti 2025 që e pret, domethënë çfarë. Po ti gjithmonë je aty tash, a përshëm, nëse je në Conference League, domethënë je një hap ose gjysmë hap i larg Europa Ligës. Po. Në grupe po flasim për grupe. Nëse vjen te Europa Liga, je shumë afër. Je shumë afër me 2-3 lojë nëse shkojnë mirë edhe po nuk vorret veç besoni se nuk vorret veç për fakturit refer. Po. Normal ato. E shumë na Sloveni mbaj ka ju me të finalet. Gens. A beson që mbrana 2 vjetë mundesh me mri në grupet e Ligës Kampionëve? Po unë me paraqitjet që i kam. Edhe dhor Zoti me shëndetin që i kam. Unë besim kam. Po prapë them, atë nuk po vorret krejt prej performancave tua. Për shembull, tash adin nuk po du me amnestu vetëm, po shumë rrethona tjera që ase. Normal. Po besoj që si për kvalitet na peshojmë edhe futbollin edhe në Evropë, peshojmë edhe refert. Domethënë juve çona, besoni ka refer shumë mirë, kolekt mirë që janë shumë përkushtuar referim edhe janë kena refer mos u abetne se po harrojmë se bëhet shumë pak fjalë për refer, kena refer që janë profesora, janë drejtora departamenteve për kulturën e e-sport. Mos i përmendem me emra, kena polic. Që janë mbrojnë shtetin tonë. Bile shumë kena polic. Kena shumë polic, domethënë janë njerëz me kredibilitet që punojnë në institucione. Nuk ka mu refer veç valla hajde se të bujnë një refer. Njerëz me kredibilitet apo brenda 90 minuta vjeni më të shumë në Kosovë. Më shumë, po tash ata që na nuk është veç Kosovë, besoj kjo është gjithkohë. Po ata që na shohin të çto po jetojnë. Ata që na shohin të mendojmë se po na shohin. Ne pi tregoj që janë këtu fakte me fakte, pi tregoj që referët e futbollit Kosovës janë kogja me kredibilitet. Tash valloj gabimet ndodhen na e pa me Real Madrid Barcelona i 2 vendime i mund me varë. Në shtëpi jo. Edhe Kamavinga në fali vet. Edhe falja mundna me gjet edhe Manzanës mundna me gjet gabime apo she. Kamavinga në fali. Po. A e fal pa herë nai lojtar në Super League për një karton që të lutet si për gjak. Jo, nuk fali, po menaxhoj. Jo, ne po krejt refer menaxhoj. Po. Kur është diçka që spirit of the match. Po. Shpirti i lojës. Për shembull, kur një lojë derbi, është një karton për shembull që mundesh me evitu, e eviton. Po. Ai paralajmëron. Non stop ai paralajmëron kur e bën ai ndërhyrje i thu. Po kanë jarë paramendoj kur ti paralajmërojnë ashtu është kanë jarë. Mos sa bëni se na kena edhe pulsin nalt. Po. Sa na vrapujnë. Po normal. Na deri 12 kilometra i vrapujnë. Po më shumë se lojtarët. Edhe kur po paraqitëm kanë jarë me trajnera, edhe bisedë me lojtarë, po na thonë
shumë të vrasht, shumë arroganta. Po. Nuk është ashtu. Po edhe na kena pulsin nalt. Po. Edhe na s'mujna me fol kanë njëra në qetësi. Po. Po Ka folëm. puls tek ta. Po, ka puls Ka puls. Gjesti, Po du me thonë që edhe që ajo është njëna pi asaj që na bën që me pas ka njëre na i sjellje që mos me mujt me kontrollu vetën. Po nuk do me thonë që s'kena respekt ndaj trajnerave, ndaj lojtarëve. Genc, faleminderit shumë as parit falenderoj na për ata që dinë se menojnë që na ke pru rresën sot, ti na ke pru këtë rresë para 1 mujve kur e kena 1 muj a 2 kur e kena nisë fillim. Jo na natë këtë klubet. po. Duhet para fer ku. Vëja va refer se anis loja, faleminderit. Kjo i prezanton këtë gjyqtarët. Po, në Kosovë edhe na normal kjo dresa e referave gjithmonë është me neve kështu se na e dim rëndësinë e referit. Tashmë kur na vjen për Ligës Kampionëve. Inshallah. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e bën një bashkëbisedim shumë të mirë vesaj. Qëre, unë e thash edhe në fillim për mos më bujë tepër, jo morë me shumë kënaqësi, tu e ditë se edhe pyetjet kur buhen me atë nostalgjinë, me senet që i ke prek, pa i prek senet o pa djurë. Kështu që unë ju falenderoj shumë, suksese në vazhdimsi, edhe inshallah Shimet që shtam, mas Ligës Kampionave. Edhe inshallah ju shoh juve me suksese sa më të mëdha. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, ky ishte podcasti Arena Yjev i Telegrafit për Radio Televizionin Dukazhini. Krejt fond mos të harrojmë falënderua dhe mbështetësit tonë që është fillimisht një ndër markat më të mëdha të makinave nga Korea, KGM Sangyong, Mucha Solar Pro Transport, birra më mira në vend, Flashko edhe Denfix. Shihemi javën tjetër.